Papa Francesku, i cili ndroi jetë mëngjesin e së hënës zotvarrose të shtunën më 26 prill, Vatikani konfirmoi se funerali i papës do të bëhet në orën 10 me kohën lokale. Vendimi erdhi në mbledhjen e kardinalëve herët të martën, ndërsa konklava për të zgjedhur një papë të ri do të fillojë nga 5 maji. Papa 88 vjeçar vdiq nga një sulm në tru dhe dështimi i pakthyeshëm i zemrës të hënës. Papa Francesku konfirmoi në testamentin e tij të fundit se dëshironte të varrosej në bazilikën e Shën Marisë së Madhe në Rom dhe jo në bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan, ndryshe nga shumë papë të mëparshëm. Vendi i tij, origjinës Argjentina, u përgatit për një javë të zisë kombëtare, ndërsa India filloi të martën 3 ditë zie shtetërore, një nder i rrallë për një udhëheqës fetar të huaj në vendin më të populluar në botë. Francesku, papa i pari i Amerikës Latine, lindi në Buenos Aires të Argjentinës në vitin 1936 nga prindër emigrant italian. I shuguruar si prift jezuit në vitin 1969, ai studioi në Argjentinë dhe më vonë në Gjermani përpara se të ngrihej për të udhëhequr Kishën Katolike në vitin 2013. Ai është cilësuar si një simbol i dëmshurisë, drejtësisë sociale dhe udhëheqjes morale, zëri i të cilit rezononte shumë për te Kishës Katolike. Gjatë luftës 18 mujore të Izraelit në Gaza, ai bënte telefonat të përditshme me famullinë e vetme katolike të Gazës, duke ofruar lutje dhe fjalë ngushëllimi. Në fjalimin e tij të fundit dhe daljen publike të dielën e Pashkëve, ai bëri thirrje për një armë pushim në Gaza, duke përsëritur thirrjen e tij të palëkundër për paqe në enklavën e rrethuar palestineze. Papa Francesku ka dënuar gjithashtu shënjestrimin e civilëve, veçanërisht shkollave dhe spitaleve në disa raste. Fëmijë janë bombarduar, kjo është mizori, jo luftë, tha ai më parë për mizoritë izraelite të kryera kundër palestinezëve. Në shkurt të këtij viti, ai kritikoi programin e presidentit amerikan Donald Trump për dëbimet masive të imigrantëve të paligjshëm. Ai ka qenë një avokat i fortë për refugjatët dhe migrantët, duke thënë më herët se mesdheu është bërë një varrezë për emigrantët, duke pohuar se emigrantët nuk duhet të vdesin në dete apo shkretir. Francesku tha se sjellja e ligjeve më të rrepta kundër migrantëve ose militarizimi i kufive nuk është mënyra për të shmangur këtë gjendje tragjike.